3 vite heshtje dhe një distancë që pak e prisnin. Por sonte, rinore dhe njomza thyen akullin me rikthimin e shumë pritur, çfarë i detyroi të zhduken. Sfidat e prindrimit, lufta e ardhur me depresionin dhe transformimi që lë pa fjalë prej -50 kilogramëve. Të gjitha sekretet zbulohen tani. Malë sekret prind tash kush u bo prind ma herët, edhe na domethënë na bo prind. Njëherë një fëmijë, mas në i dyti fëmijë. Aloniso i ka po që për... Po tash që e njëti, ama o të sësim dojnë 2 vjetë, 3 vjetë. Ama normal tash është një farë përgjithësie tjetër, edhe na i kena pas pak kohë, derisa i na mësu pak me fëmijë, derisa i kena gjithë pak vetën se prind. Normal. Ma mërmenje që kjo na ka nalë pak, na ka hu pak kohën, domethënë, jo kohën, po... Jo, kena pas prioritetet tjera, na ka ardhur sene tjera, jena du të mja prenin njëherë qikës, dhe tani djalit, se dhe djalin e kena bo fill mas qikës, kështu që qëtu janë kanë arsyet, normal. Tash kur jena të planifikimi i familjes, se të një qift folë, diskutojnë paraprakisht, për shembull, mas 1 vjetë, mas 2 vjetë, mas 3 vjetë tjetërin, në rastin e ju i ke planifikim, djali që ka të shpejt, apo... Jo bash që ka të shpejt. Ke befasi se unë normal ku menu që apet e ka me endometriozën edhe apet ka me vujt me qëta zonë, e ka me shku apet me operacion, edhe e kum pas llogarit, të isha dejnë 2 vjetë shkon apet që ke procedur, e unë shumë shpejt me ta shtatë zonë pa e prit. Bravo Rino. Sukses është edhe kjo e njëllë së bënë. Edhe tani në erë që shtë shpejt. Përsa për këtë pjesës problemit që ke pas, që bon një prej njerëzve të pak njëmë që ke folë publikisht, një prej këtyra publike të pakta edhe që ke inspirua dhe shumë tema tjera, me ditë mas pari problemin, me shku mu djarë në stiliku, e ke përmend edhe ku patu shumë viral gjatë pjesës Shtazanis, që se ke pas Shtazanin e letë me djarë, mu i 7, që ka ndodhin qatë periud? Ka ra mjetra shumë poshtë, jëmë kanë të e lindë djalin para kohës. Do më thonë, u kanë djallit të marrë para kohës, edhe u kanë rrezik, se është shumë herët për me lindë, u kanë shumë herët për me lindë. Edhe qatë kohë tani, jëmë du të mi marrë që janë do, që shën kanë ato, për mi arrit, mi a zhvillu mushknit, apo mushnika? Po, së është se ne... Po mushknit mi a zhvillu, për nëse lind me mujt me pështu, amo tani jëmë du të me nejtë shtrit në spital si s'kum kudzu me livrit, e unë jëmë konë shumë aktive në Shtatzani, që mu më ka ardhë shumë zërë me nejtë vitë shtrit, edhe apet di qysh gjithë me nëjsha, qysh ma ka shkru zote që ashtë të u ka më mardhë dhe me që ato ja kum letësu vetës shumë kohën që atëherë. Prapa kamerave dhe bushqeshjeve në rrjetet sociale, realiteti ishte i ashpër. Njomza pranon për herë të parë betejën e saj të heshtur dhe të rëndë me depresionin. Unë të kallëzoj drejt mas lindjes të janës kum ra shumë depresion, nashta bashkë direkt se kum kallëzu kur këtë sen, po ku mujtë edhe më vrej që unë e diçka si më kone shumë mirë. Hormonet e një femnës është shumë interesant, edhe muj me thonë për krejt femnat nëse jeni në depresion, është jo normale në atë njërë thoni është normale, po e di që s'muni me besu që është normale. Unë isha depresion e s'desha me pranu edhe thesha diçka s'është në rregull, e nisha vetën shumë mërzitshëm, s'kisha arsye. Sot, mas jam dal prej depresionit, tek sot e vrej se çka kum pas përpara. Do më thonë, qatë kohë sa jetë, qatë herë qatë, nuk e din vetën çka jetë tamam, që e din që diçka s'është në rregull, edhe muj me thonë që është shumë e rëndësi me full. Me njerës, me full, me kallëzu që nuk je mirë, me kallëzu edhe unë i rinurit i thesha, o dërëm se për një me ja ku mëzi edhe këti, muj me thonë, ja ku mëzi, o shka s'bëjsha ka isha, më kapshin nervat pa pik lidhje, o bëjsha si agresiv, së desho që u kone tepërt, amo jëm kanë që atë kohë s'ku mujt me kontrolu. Qaja mu shumë, më ka shti monal me Instagram, më ka shti motrash mas nej, kum pas shumë pika në jetën tema që atërë. Po, njeri kryesor po besoj që e ka bo ma të legjës shka në këtë rast është... Njeri që ka hek. Rinori, të hek shumë, për ata që heku njejt, qëfar loj komente dhe sugjerime dhe qëfar loj këshime ki? Po, bash interesant më do këtë është kjo. Unë shka me thonë, Aden, kërkosh s'munët me kuptu, asë një burë s'munët me kuptu fix 100% që është për një grupë për shembull lindja ose ndryshimi i trupit e gjithë shka ndodhë dhe më thonë gjatë Shtatzanis. Amo
për një na ka ra me përjetu shumë sana që shumicën e sanave dhe si kena kallëzu, se edhe në shtatë zanin e parë njëmë ka pas pak probleme, dhe me thonë edhe që to gjelponat që tha për me puna moshnive, sana janë të sana që s'ma mërmeni asë një burë s'kish mujt mi përballu atë sana. Edhe shka muj mi thonë është se dojmë najt ofër nëse keni njëri normal se e doni, keni vendos me që jetën me to, do të pak mi dëru, kur e deni se normal e ka pru një fëmijë një jetë, keni bo familje bashk, edhe pak do të mi kuptu, apo den, është një sanë që kalon, do të me pas dërim, po. Nuk është as e letë, s'moj me thonë që është e letë, se ka njerë për një ma, i thu dhe vetit që më ka dhja të shkajmë të bua, për din, keq, që okej duket gjithë keq ose dhe shka. Amo, se di, unë jam tip se din edhe njëm za kom shumë dërim për shumë sana. Zara është më pru, do më thonë, deri në pikën e fundit, edhe shumë më thonë, veç dërim, tjetër zanë nuk e banë ma. Ata diktuan rregullat e lojës si ndër të parët që rritën influencën online. Sot kur tregu është mbushur me plot çifte që bëjnë përmbajtje të ngjashme, ai ishte pikërisht ky komercializim arsyeja e vërtet e tërheqjes së tyre. Qefi jam me influencën tem është me influencu dikon diçka për të mirë. Nëse diku i bën qef që kjo dhe ka gjetë inspirimin të une me thonë atë hapin për bëj edhe une, ajo është shumë nice për mu, që ajo më pëlqen se më duket që ku bo diçka me kontentin tem, që ajo është arsyeja mrapa kontentin tem. Edhe mu kur ja ka nisë më bu bajat nëse kina nashta do video që i shet se i bëjnë si me zërk, se shihet dikur që e bën real dhe shihet dikur që e bën si me zër. Kur shihet si me zër tani dikur ja nis bot bajat edhe ne me hen Instagram, jo çiftet, por përgjithësi trendet e këto, tani dikur bëhet bajat, edhe isha në depresionin tem, s'mu do ke vetja që të shë. Edhe na ashtu si. Jo, ama dyqysh e shesha vetën thesha, s'di ajo më për këtë sene, po më duket nuk për shtat na më, Elja isha, kur ja nis ka pet gjithçka më bu bajat, çatëherë e gjesha vetën apet për diçka. Unë e prapë menaj edhe se cili e ka atë vetën, aden edhe s'menaj që jena të njëjtë me tjertë. Veç kopje, po besoj ke pa. Kopje mundet me pas, a mos, aden s'jam një tip as njëm za, asë në sena tip se folim për dekan ose... Po, adi që thëmë, më ka kopju anaj, se une thamë nashta ka inspiru edhe nashta inspirimia halos ka dit me morë nga qyshe gjon vetën edhe ka thonë hajtë halos ka dit me të kopju ta ma. Jo bre, po du më thonë halos e ka majt vetën qysh ka dosh në atë mënyrën vetë me qitë, dejsa të mëson ato, zdi, unë s'jam fort kështu që vë, adin që thonë kështu, se kom. Tash përsa për këtë kontentit, qëto herë ma pak shqip, qëto herë ma shumë gjermanesh, kjo po besoj i ka arsyet e veta, Po, e ka arsyet e veta, është një sen që edhe mu vetë ka ardhë rënë. Social media edhe pse për shumicën normal që na i bojmë për qef, po është edhe një pik biznisi. Do të me kuptu, influencerat ditë sotit janë të fitu para, influencerat është një punë, është një job, është. Edhe pse nashta shumica ka më rrejt, ka më pas apet komente negative, po ne pe kallëzojt vërtetën, nashta du më kon apet ndër të para që o ka e thët njësen që zoka e përmen kërkusht, është. Unë jetoj në Zvicër, e kam lokalin në Zvicër, jam linë në Zvicër, do më thonë, unë Shqip veç ja kum njëse u jumbu me renorin. Edhe Shqip tani jena hinë këtë punë edhe unë Shqip nuk e harroj kur, do më thonë, gjithë mënona, apet të qysh mi përfshi shqiptarët e mi, se është pjesë e jemja. Normal me që ta i kena njësë, gjithë shka, është pjesë e jemja, s'kur se lanë dhe unë gjithë apet si apet edhe kena në plan, për krejt që na vese na donim me bua 5 video krejt, po nëse na ja nisim me video në YouTube, kina mi bo Shqip ato s'kam e ndryshu mi bo Gjermanisht, ato kam e nejt, po Instagramin, TikTokin i kam pjesë biznisit edhe, i bëj shumë për qef kontentin qysh e bëj, ama e kam edhe për detyrë se unë jem edhe me një management, ato është një pik ndër to që foli Gjermanisht, arsye pse bashkëpunimet janë me firma Lypin shikus, në më thonë për Zvicrës, për Gjermanisë. Po, janë qëto pika dhe nuk është për me thonë, jo, ta shtena ki harru njeve shqiptarve, kështu, jo, se unë apet krejt mënona dhe dikon me shtin zekuenca Shqip, më kuptu edhe Shqip, apet mënona ma të teme që kjo punë është shumë ma Sanat ma kryesore i keni edhe Shqip, mos të njeni kështu. Do që ta, gjithë, nuk e harroj kur, apet s'ja. Tashmë, ata janë kthyer punës më fuqishëm se kur, atë Sari Nori mori një vendim drastik.
prej një viti ai ka lënë përfundimisht punën e tij në Zvicër. Për një ma njomza ka qef e don që të punë shumë, edhe e kena bo që shumë ko edhe dyshysh mdhimet me lonë për një punë normal se muj me gjetë prapa, përdin. Në Zvicër unë nuk jam rrit, jam rrit në Kosovë, edhe punë që ku mujt me bo në Zvicër ose që muj me bo e di se muj me nxonë edhe ma vonë nëse dishka nuk funksionan. Po e kemi po që dhe më thonë është të jetë shumë mirë edhe deri që dash është shumë mirë. Edhe dhe më thonë, për një ma njomza e bën me qef, i bën sanat shumë reale, njerës se dojnë, i besojnë, edhe këm dash mi përkra dhe mi najtë gati, ja pëtin. Për që ato e kena vendosë të dytë bashkë që edhe mu konë pak a shumë, pak ma nga të fmive, sa janë të vëgjel, dhe më thonë, kjo njomza ka lokalin, s'ja vlen njomza me mshe lokalin, më marrë me fmi non-stop edhe une me punu një punë normal. Asaja nuk buhet se shumica ka njerë, e kanë keq kuptuar rinori për rënd të shpia, nej, a mos është problem, se cili i den ato punë të vetë, a ma mirë dhe nuk do më thonë së mprejken ato komente. E mes mira komenteve, shpesh pyetet e njëjta gjë. Kuj keni fëmijët, kuj t'jaleni? Sonte, po a heqim një herë mirë këtë merak. Falimindere që po muj me shpjegu që të edhe me kallzu se bashkë kaj herë më lumë kuson për qëtë 100.000 story atë. Jo, një ekviza ato njerës. Jo, mas pari kom dim prej vjerris teme, vim për Kosovës dhe në ndimojnë në Zvicër. Tani, nëse nuk mujnë ata, vjen mami jem, ose jem na... Babysitter. Jo, si e babysitter, po nejse. Ose na ka ardhe dhe familjare që ka hollës rinorit, na ka ndimu, edhe qështu jena munu gjithë me gjithë një farmesi, vike vjerria jeme një ko, tani mami jem, gjithë qështu jena munu. Edhe një san që do me cek shpejt. Ashtë edhe që një ko dhe më thonë, sa që i kena postu dhe shumë fmit, do më thonë edhe nëse jena të bo kontent, dikon fmit janë me neve prapë se prapë. Nuk do më thonë se jena vish në dy aty, janë fmit mrapa mujnë më konë. Kështu që rreni rahat, fmit janë shumë mirë. Edhe shka shumë shpesh, ja është a janë ato luj djallin gjo me shfridzojmë rastin, ku shojmë raste, që muj me shfridzu, qatë herë, edhe kjo është ngarkes. Qika e urrejnë kamerën, do më thonë, sa shtep heq i kamerës, nuk e di heq, vesh mi abu një foto, do më thonë, no foto, no. S'dan heq. Hiç s'ka qef. Kështu që jam ma happy që e kom hek për këtyne ceneve. Natyrisht, s'mund të mos ndalemi tek detajet që i ka lënë të gjithë pa fjalë, transformimi. Njomza sot peshon rreth 50 kg pak se në janar të 2024-s. U përfol për ndërhyrjen e lok e metoda të tjera, por e vërteta dhe sekreti është vetëm një. Mas dorësëm jom kon film, jom kon mirë. Mas dorës mos interesant zi shka ndodhe o trasha, nuk shkoj gatë, me të shtatzan. Unë ndë më thonë edhe në shtatzani jo me të pak trash. Shtatzania mu shumë më ka trash, kur linda unë e prita se që shtojnë normal hekën, ato për shtatzani, pretën e den 3 muj prita kur po me heket ato shkojshin të shtu. Kur e kom po që jom bo 105 kg, do më thonë e kom kalu 100-shin, edhe nuk e harroj kur e kom pas një vendim, kur e 9 vjerria jeme, ma kam pru një zëngjir dokatit për lindje që kom lindë si dorat, edhe kur kom dash me qitë në qaf, mu ka duk si me mlidh, tash me thonë, e s'mu më shelke, do më thonë reke krejtë i ngjitën kështu, edhe që ato e kom vrejt, kom thonë ja, sa mirë dhe shka puna. Kjo është në regëll edhe. Për ati momentit nuk du më thonë e kom urrejt vetën, por nuk kom ka pëlqy vetja kur e kom pa vetën pas qyre. Pranoj, nuk kom ka pëlqy vetja, nuk jem ka në knaq me vetë vetën, kom lakmu më dopsu, kom thonë, ja kom o dopsu, e kom i po që ato pjesë që shpëduën e me pa vetën, ja s'kom e lënë, ata një ja kom njës. Edhe jom këthy të planet e birfitit, se une me që ato plane i kom pas hek një herë 20 kila para shtatzanise. Do më thonë, mëti, 2020-21 une me Benetin jom kontakt, shumë mëti. Jom shkum fitness me planet e Benetit, do më thonë, une edhe atëherë vjen e trupit tem, e kom pas majt me planet e Benetit, i kom pas hek atëherë 20 kila edhe e kom thirë mas lindje
Lindjes Benetin, i kom thonë Benet, apo të kujtoj që ato 20 kila, edhe një herë o kam vynë me ek edhe ma shumë. Dishka ma urgjente. Ma urgjente do të me bo, e krejt tani jena uli, kina bo planet, ato jom bo tamon specifike për veti, edhe jom uli ku majt. Edhe Beneti u kon aj personi që ma ka jep motivin, edhe ma baj kësit cëllën kër i thesha, s'po muj me o kam hahet. Jo, që ha një jogurt, vend chipsat, vend qokoladë, quha kastravec, që bën, dhe më thonë aj non-stop. E që kjo është arsye pse ju thom njerëzve, nëse e merrni një plan, heni shkruni trajnerave, sa ata ju jepin edhe motivin, edhe ata ja bojnë jo që shtu dëshme bo, sa ata ju kallëzojnë se ku e qyshe tek, edhe pse unë tash në kontën teme ndumi shtia ato pikat, ato tips edhe tricks që janë. Për shembull nëse të vjen me hongër buk shumë, çka mundesh me bë. Çto jon kanë ato tani kur e kum po, veten që jam të dopsua dhe kjo u ka një pikë, jam çu dal në Instagram kum tha, njerëz, jam të dopsue, çatëre kum pas dikon 90 kg. Prap mesazhe, ti aloje trosht, kum po live, ti ishe shumë e trosht, pse po thuj i dopsu, pse po rran, që si sene, ka jone, pse po më thoj njerës kështu, një akum nisë më dopsu, i thesha këti as po do këta, kjo ma boj ke po shumë mirë, e ona apet si jom nale, kum vazhdu, dejsa kum ra nër peshën teme normale, kur kum ra nër 70 kila, so në gjithë i kum pas gjithë para përsisht që shtu 70 kila, kur im ra nër ato, tek që atëherë ja ka nisë njerëz me vrejt, a që kjo ku ka të dopsu. A de që aty kërkush së më ka thonë, wow, super, i ki hek qëto kila, jo, tek kur ja kum nisë më dopsu në ekstremen, tek që atëherë kanë reagu njerëz, që mu më ka dhim kjo fakt që së më kanë përkro qatë kohën, kur jëmë kanë të i kalzu vujtjet e mija, qush jëmë të e bo, tek të rezultati, tek që atëherë s'kam besu. Po, tani janë nisen, jo ki je dopsu me shprica, jo je dopsu e ki bo lukthen, mi shojnë shejat e endometriozës, ku shumë për cilë mamati e din që i kam shejat e endometriozës, se unë e kum pas qatë shumë. Për cilë një omëzën mamati kanë mujtë me pa fotot. Po, krejt kanë mujtë me pa. Se një omëzën do më thonë, kur së kone trosh, kur e konë mare, kur e në njoftu bashkë, mujnë me pa fotot. Ti e din shumë konë dorë së më trosh së më konë, adin këgjaj më konë e ushtrune. Edhe që për endometriozës nuk ka mujtë me më hinë pis poshtit, ju më du më bo pis nelti këto, edhe e kam shejen këto, edhe ma bojnë ty qihe që e ki bo lukëthin operacion. O, nëse unë e ka me bo na i herë dishka operacion, ajo ka më dokë edhe folje haptas, nuk jam person që kisha thonë, jo, se unë edhe kum folje edhe persane, kur kum bo dishka në ftyrë, i kum fri bus, i kum fri molzat, i kum bo botoxin, unë e qona e kalzoj se së është një sen që jem shefi, shka e bëj, nuk është diçka që thamas që mune dikush mu më paragjiku nëse e bëj, kështë që unë e munona me ato temen, shakom, jam jashta normales reale, ka i herë thom e te proj, ka i herë thom nale vetën se zbën edhe bashkë ashtu, po jam qase tipi. Po që shka lidhet për dikon që është interesu me djekët regjim, ka një regjim që lidhet me kalori sa i merë dhe ushtrimi që i marë. Ne, do shta më thonë, me tashti, tash herën e parë kur pata bo, se 2 herë para lindjes faktikisht, një herë jam dupsu veç me ushqim, një herë me ushqim edhe me ushtrime, atëherë jam konë super ushtrune. E tash herave 2 tjera që e kum bo, mas lindjes sa janë, se kum bo vetëm me ushqim, dieta është shumë e zërshme. Nuk është e letë me thonë, po janë sa në shajkin shpe. Shkum për shembull omlet me 2 riskat bukës, djath feta kheza. Krejt i ki shkoni janë sa në shajkin shpe, janë shumë minimale, nuk janë najfa recepte, misht pulles me arra, po janë sa në të vogla, po është zërë. Kër jem sune me hongër në pijat që kaq edhe e dush me hongër gjysën, është zërë, shumë është e vërtet, po duhesh me majtë. Sa këptova këtë pjesa e peshës, u boni farë diskutimi me juve se njomës si shqiti Rinor tha, unë po dusa edhe pak, po Rinori po thot bëllë është. Që mu më do këtë, unë e kësha thonë edhe pak më trash, vile. Se pak si shumë është dëpsu, ama përnema se di, edhe njerëzve nuk ki edhe me dash 100 herë mi thonë apet nuk mund është mi ashti ato në kry që është. Ama njomëza kur të bën një punë, jo veç të kjo punë, ama në gjitha punë shumë strikte edhe rend. E ka shumë kryt e fort, përnema. Edhe kur ka ushtru mamati dhe më thonë 2 orë këna me në fitness, jam du të me prit që aty deri sa e ka kry, kur të merë një punë e qënë dhe në fund. Edhe tash, edhe pse me fëmije krejt, edhe krejt në ashta i lan, fitnessën për shembull që tash ushtrimet nuk i lan. Domethënë e dinë ashta jena vetë. Është një tjetër se shumica njerëzve se kena ekstrem shumë mesazhe kur do për shembull e kanë provu në dietë tjetër,
a mos ka funksionu. Kom nejt edhe unë pa buk, s'kom hongër se Nuk buk, është veç nuk me është nejt pa buk, esenca me dush- nejt pa buk, nuk bën se nuk do psohesh që ç'duhet, shumë keq edhe shumë gabim, a. Mu m'ka ndodhur shpesh që unë kom hongër nër ato kaloria sa që duhet, domethënë kom hongër ma pak sa që shkruaj kem plan beneti ma baj kem, nuk bën një njom s'dosh ma hongër sa Jo ka është në sens se dush me najt non-stop kontakt edhe me trajnerat. Domethënë bati hava i bleni planet nëse nuk rrin të shkru, edhe unë muj me thonë valla s'kam ju funksionu, se një sen shka ka funksionu të unë nuk do me thonë që funksionon të kjo, si cili organizm, si cili njeri, si o krejt me gjaka me krejt si cili ka ndryshe, do me thonë kërkush s'është një njeri identik njësoj, kështu që ata thëmë do non-stop me nejt kontakt edhe me gjithë mënyrën e duarën për qatë personi, nëse do një mja vlejt dieta. Shumë të reja projekte po vinë nga qifti, me një përjashtim. Zhvillimi i familjes nuk është në planet e afërta. S'kama. Këtë ma bën një eri, mos folja ashtu. Gjithë sa herë kum para menu na i herë me pas fëmijë, ose atë idenë e familjes, gjithë e kum pa një qik edhe një djallë. Edhe gjithë e kum pas qëto një qik edhe një djallë. E mi fali zoti qysh kum pas qik, ti qysh mu mdoke që kjo kanë edhe shej, tash hetë se dijet, qysh e tek, për normal me menim e kena okri. Plane po besoj keni. Për me përmbledh për fund, çka mundna me prit për juve, me atë sa mundi me zhvillu. Sa dush. Lot. Kam janis, jo për një me ka shumë projekte. Ka projekte ndaj lokalit që kam në Zvicër. Kena do sene që dojna me qitë, kam e pas diçka të re, do më thonë kanë më ardhë ko gjatë do projekte prej neve. Nuk shkon gata edhe 2 muaj maksimum. Kështu që mundi me prit. Du mi falenderu krejtve për krejt kohën që më kam përcjell dhe për krejt ata që më jepin mesazhe shumë të mira, për krejt ata që i motivoj edhe më shkruani. Edhe për krejt ata shqiptarë që po shkruani, s'po folni shqip. Jo, s'është atë për krejt. Ani po falenderoj se me ta i na rrit. Po, faleminderit për gjithçka, për çdo mesazh, jam shumë happy që ju kam edhe çaja ma jep mu motivimin. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe për juve që na keni ftuar, më ka ardhur shumë mirë edhe jam shumë happy. Faleminderit.